U bë virale duke raportuar e dehur gazetaria sportive kërkon falje, ndihem me turpruar. Donika Mason, një nga gazetaret më të njohura sportive në Australi, kërkoi falje pasi një video e saj duke raportuar në mënyrë të ngatruar lojrat olimpike dimërore në Itali është bërë virale duke tërhequr madje dhe komentet e kryeministrit australian. Gazetaria e Channel 9 pranoi se kishte bërë gabim të madh duke konsumuar alkool para lidhjes së saj live në televizion, duke shtuar se lartësia të ftohtit dhe mungesa e darkës e kishin ndihmuar në këtë situatë. Duhet marrë përgjegjësi të plot, nuk është standardi që unë vendos për veten time, ka thënë ajo, gjatë një paraqitje të mëvonshme, duke shtuar se ndihej e turpëruar. Kryeministri Anthony Albanese mbrojti gazetaren duke deklaruar se ishte pro Donika dhe se nuk kishte asgjë për t'u shqetësuar, duke sugjeruar se mund të ishte ndikuar nga lodhja e udhëtimit. Gjatë raportimit të saj live, Mason ngatronte fjalët dhe fliste për iguana dhe çmimin e kafes, ndërsa raportonte për ngjarjet sportive të ditës. Në fakt, çmimi i kafes këtu është i pranueshëm, më shumë duhet të mësohemi me çmimin e kafes në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Nuk jam e sigurt për iguanat ku po shkojmë me këtë temë, tha ajo duke ju përgjigjur komentimeve të prezantuesve në studio. Video shkaktoi reagime të përzierë në rrjetet sociale, disa përdoruese mbështetën Mason duke thënë se po e shijonte punën dhe eksperiencën, ndërsa të tjerë kritikuan profesionalizmin e saj duke kërkuar largimin e saj nga puna. Mason e njohur për raportimet mbi Nacional Rugby League u shfaq përsëri në programin Today të enjte në mëngjes. Ajo falenderoi shikuesit për mesazhet e tyre dhe tha: "Ja mirë, ndoshta vetëm pak e turpruar, vlerësova gabim situatën, nuk duhet të kisha pirë sidomos në këto kushte. Është ftohtë, jemi në lartësi dhe mungesa e darkës ndoshta nuk ndihmoi, por duhet marrë përgjegjësi të plot për këtë. Nuk është standardi që vendos për veten. Për këtë kërkoj sinqerisht falje dhe të falenderoj të gjithë për mesazhet që ka marrë." Prezantuesja e Today, Zhana Zopardi, e mbështeti duke thënë: "E dim sa shumë punon Danika", ndërsa Karl Stefanovic e quajti Mason legjend.